Shqipëria do t'jetë Shqipëri dhe Shqipëria do t'jetë më e. Shqipëria madhështore është Shqipëria shpirtit tuaj. Besojni Shqipërisë 2030 në BE. Braktisini profetët e rrem. Braktisini qënjet qesharake, që predikojnë madhështira qesharake. PD-ja zor se do të marrë më shumë mandate se në vitin 1997. Ne kemi sot. Ajo reforme ndërmarra tjerë. Si ka dhënë rezultatet sot? Dhe a jemi në përmbushje të atyre planifikime apo parashikime më mirë të themi? Si që bëra me dije në hyrjen time, kam kënaqësinë të rikem sërish në Off the Record, zonjë Blerina Gjulameti. Zonjë Gjulameti, faleminderit që na u bashkove në Off the Record sërish. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Kanë mbetur edhe disa ditë nga 11 maj. Çfarë ka pasur ndryshe kjo fushat për juve? Besoj që kjo fushat është unike, shumë e ndryshme nga çdo fushat tjetër, sepse ndryshe nga herët e tjera, për herë të parë kërkon një vot nominalisht, është lista e hapur. Dhe po aq do duhet bësh fushat qoftë në zonën ku je drejtuese politike dhe je ngarkuar për të kërkuar mbështetje për Partinë Socialiste, paralelisht njëkohësisht do duhet të jesh në gjithë qarkun për të kërkuar vota edhe si kandidate për të votuar. Dhe shpakës ndryshe dhe besoj po i rikthehemi edhe një herë asaj lidhjes drejt për drejt të qytetarëve me përfaqësuesin e tyre në parlament. Dhe unë besoj që kjo fushat do të prodhojë një marrëdhënie të re. Çfarë modeli keni zgjedhur ju personalisht? Atëherë, si përfaqësues e Partisë Socialiste me disa mandate, unë kam një zonë në të cilën e drejtoj politikisht, që është njësia 4 e kryeqytetit, e tek merrem në përditshmëri me punët e njësisë dhe organizoj. Çfarë thon ata kur i takoni zonjë Gjulameti? Atëherë, ta përfundoj atë fjalën e parë. Unë tek merrem me atë paralelisht kam dhe kontakte me qytetarë të ndryshëm apo me persona të ndryshëm nga i gjithë qarku, se janë 5 bashki që duhet mbuluar, dhe ndryshe ndoshta nga kandidatët e tjerë, unë kam një avantazh që sot duhet të më ndihmojnë në marrëdhëniet e mia, për shkak se ndër vite, duke qenë si përfaqësuese e Partisë Socialiste në disa nivele dhe me disa pozicione në parti, më ka krijuar mundësinë të njoh nga i gjithë qarku, që paralelisht punoj në të dy drejtimet. Ajo që më thonë qytetarët është që te kanë besim dhe na kanë mbështetur për shumë reforma që kemi ndërmarrë ndër vite, po aq kanë pritshmëritë shumë të larta, sepse kuptohet është natyra njerëzore që tek realizon diçka, pritet diçka edhe më mirë, kështu që kanë pritshmëri më të larta për t'i përshpejtuar e për të përvijuar me të gjitha reformat të ndërmarrë në Shqipëri. Ka një gjë që unë besoj ndoshta jemi unik për nga vendet e të gjithë rajonit, tranzicionit të i zgjatur në Shqipëri, që njerëzit i ka bërë që edhe durimin ta kenë më të pakët, sepse besoj që presin shumë. Kanë 35 vite ata që durojnë. Prandaj po them që tranzicioni çfarë hallesh kanë zonjë Gjulameti në përditshmërinë e tyre? Çfarë kërkojnë? Ka një element që nëse më përpara diskutimi ishte, për shembull po flas për atë njësi, siç është njësia 4. Se unë besoj që ata kërkojnë pasaportën europiane. Jo, ata kërkojnë edhe pasaportën europiane. Pasaporta është një simbol, ato çfarë janë standardet e një shteti që duhet të funksionojë nga të gjitha, nga cilësia e shërbimeve apo e standardet si çdo shtet tjetër i Bashkimit Evropian. Dhe pasaporta europiane simbolizon pikërisht këtë. E presin këtë, se presin që të kenë një administratë shumë më funksionale, të kenë cilësi më të mirë shërbimi, infrastrukturë shumë më të mirë, të kenë një ekonomi më të zhvilluar, të kenë të ardhura më të larta, të kenë shërbime mjekësore apo arsimore. Po këto ata nuk i presin nga pasaporta europiane, i presin nga shteti shqiptar. Jo, po kur flitet për pasaportën europiane është simboli i standardeve europiane që duhet të ketë dhe shteti shqiptar. Dhe tek ke nisur me një reformim shumë të mirë të ekonomisë shqiptare, reforma strukturore të cilat bëjnë një 12 vite nuk duhet pritur edhe 4 vite për të realizuar ato? Unë besoj që patjetër kjo është një proces. Është një proces. Tek në mandatin e parë ne reformuam
ekonominë, reformuam, patëm reformat të rëndësishme në sistemin energjetik, sistemin arsimor, shëndetësor dhe vazhdojmë. Në mandatin e dytë i konsoliduam, në mandatin e tretë u goditëm nga 2 fatkesi shumë të mëdha që na ngadalsuan hapin. Tashmë jemi në një pikë ku diskutimet dhe reformat që duhet të ndërmarrin nuk janë vetëm për përmirësimin e kushteve dhe cilësinë e shërbimeve, por duhet më së miri për të patur ato mundësi ekonomike për të mbështetur me politika sociale, të cilat pikërisht sot janë të mundura. Dhe tek themi çfarë pritet dhe si është, ky është një proces. Nuk mund të kesh, nuk përfundon etapa, nuk është, ky është proces. Gjithmonë e më mirë, gjithmonë e më mirë, gjithmonë e më mirë, gjithmonë e më mirë. Dhe thash, nëse e marr një shembull nga njësia 4, nëse në fillimet e mia kur kam qenë atë njësi, diskutimet ishin përmbytja e bregut të lumit, sot diskutojmë shëtitorit e bregu i lumit, sot diskutojmë se si një lagje që lindi nga një fatkeqësi e madhe si 5 maj, po kthehet në një lagje për nga infrastruktura dhe për nga cilësia e shërbimit nga më të mirat e Tiranës. Dhe diskutimet janë, a do kemi mbështetje të politikave sociale? Nuk janë këto shqetësimet, le të themi, për ujin e pishëm, apo këto shqetësimet për rritjen e çmimeve, këto shqetësimet të cilat duket sikur nuk ndryshojnë kurrë? Jo, atëherë kur bëhet fjalë për ujin e pishëm, nuk e kanë atë ankesë ajo zonë e Tiranës, mund të ketë zona të tjera që e kanë, sepse nuk ja kemi dalë që të jemi kudo në 24 orë me ujë të pishëm, investohet ende, edhe pse ka ndryshime shumë të mëdha nga ku nisje ku jemi, se nga 4 në 44 është numri i madh, por prap nuk jemi aty ku duhet jemi 24, zona që unë flas nuk e ka këtë shqetësim të ujit të pishëm, por kanë shqetësime të tjera, të tipit nëse dikur diskutonin për rikonstruksion të çerdhes, kopshit dhe shkollës, sot nuk diskutojmë vetëm për rikonstruksion, diskutojmë për shkak se është zhvilluar ajo njësi, diskutojmë për një çerdhe, për një kopësht të ri. Për njësinë që ju mbuloni. Po edhe në të gjithë Tiranën. Tash unë jam një deputete. Zona Astirit për shembull ka dhe probleme. Patjetër, unë kam qenë deputete e zonës së Astirit, kështu që e njoh. Unë jam një për shkak të thash, edhe të detyra që kam mbajtur në Partinë Socialiste, po edhe të mandateve që kam, unë kam qenë në disa zona Tiranës, duke nisur nga njësia 5, kam qenë njësin 4, kam qenë në Astir, në Kombinat, në Kashar, në Vaqar, pra kam qenë në disa zona dhe e njoh mirë se çfarë pritet nga qytetarët dhe po e them, ka ndryshime në ato çfarë pritet. Pritshmëritë janë shumë të larta sot. Pra, po diskutojmë që duke qenë se Tirana është një kryeqytet i cili ecën dhe ka një dinamik shumë të madh zhvillimi, sot diskutohet për çerdhe, për kopshe të reja. Janë bërë 40, duhet të tjera. Zona e Astirit pikërisht ka nevojë për çerdhe, ka nevojë për kopësh, ka nevojë për shkollë, të cilat kanë filluar punimet, por prapë nuk është bërë ende realitet, dhe patjetër që e ka. Duke qenë se qarku i Tiranës, zonja Gjulameti, është qark shumë i madh, po në zonat rurale, pra le të themi në përfshatrat e qarkut të Tiranës, për çfarë flitet aty? Atëherë flitet për se si infrastruktura duhet përmirësohet. Apo nuk flitet më sepse tani për qytetarët? Jo, flitet, absolutisht që flitet për se si duhet përmirësuar infrastruktura, për ta lidhur me qytetin, për të lidhur me tregun, sepse tek produktet bujqësore nëpër zona qytetarët apo ata që jetojnë atje i zhvillojnë apo merren me produkte bujqësore, pra merren me bujqësi dhe me blegtori, do duhet të kenë infrastrukturë më të mirë për të ardhur në tregjet, që janë tregjet kryesore, tregu i Tiranës. Dhe patjetër që është ka përmirësime të rrugëve të para, po të themi për qendrën e njësisë administrative, tani diskutohet për lagjet e atyre njësive administrative. Ndërkohë diskutohet edhe për se si duhet të mbështesim me politika financiare dhe fiskale, po ashtu dhe me grante, për të zhvilluar ato zona nëpërmjet agriturizme apo bizneseve të vogla, apo dhe atyre fermave të vogla, të cilat ndihmojnë jo vetëm në ekonominë lokale, por ashtu për të zgjeruar zinxhirin e vlerës për sektorit e shërbimeve në Tiranë, duke ditur një element që shumë i thjeshtë. Agriturizmi me mallra importi është? Agriturizmi nuk mund të jetë me mallra importi, se agriturizmi është pikërisht për të zhvilluar ekonomitë lokale të zonës, që do të thotë ato produktet e zonjave në fshatin përkatës. Në agriturizëm nuk ka import. Import mund të ketë në tregun e Tiranës, po jo në agriturizëm. Agriturizmi merren gjithë produktet nga zonat rreth e përqark, dhe kjo është pikërisht synimi i mbështetjes. Problemi s'ka më, është shumë e pakët prodhueshmëria. Jo, numri i agriturizmit është rritur shumë në Shqipëri. Po të shikojmë për ndryshimet që kemi patur me politikat të cilat kanë qenë në mbështetje të zhvillimit të atyre ekonomive lokale, sepse tek themi që sot shumica e atyre personalisht kam shkuar në disa agriturizme dhe ajo që ofrojnë realisht le të themi është produkte importi, pra i marrin nga jashtë, mishin e marrin nga jashtë, qumshin e marrin nga jashtë. Nuk e di në çfarë agriturizmi keni shkuar ju, por në ato që unë vazhdoj dhe unë si ju. Padyshim, kjo është një gjë shumë e mirë. Kemi që pjesa më e madhe e produkteve janë nga produktet e zonës. Nëse do më pyesni se çfarë duhet bërë më mirë dhe a e kanë parashikuar
për prodhimin vendas në programin qeverisës të mandatit 4 të Partisë Socialiste, patjetër ka pikërisht mbështetje për gjithë ato që quhen industritë përpunuese, se nuk diskutojmë vetëm për agriturizmin. Agriturizmi është për ato ekonomitë lokale. Ne diskutojmë se si mund të zgjerojmë zinxhirin e vlerës për një nga sektorët kryesore kontribues të ekonomisë shqiptare, që është turizmi. Ju e dini që me numrin e turistëve që në Shqipëri gjithmonë sa vjen shtohet, ka nevojë që jo vetëm pjesa e parë, pra temi strukturat akomoduese, jo vetëm pjesa ndërlidhen me sektorët e tjerë siç është bujqësia, sepse eksaktësisht, të shtojmë që mos vinë patatet nga Egjipti, fasulet nga Egjipti, qumshi nga Serbia. Në këtë aspekt ajo që po shikohet është mbështetja e të gjitha industrive përpunuese. Pra jo vetëm ato produktet bazë, pra fruta dhe perime apo produktet lektorale, po dhe industritë përpunuese që ne të ulim përsëri importin dhe të shtojmë produktin vendas. Për këtë ka pikërisht pjesë të programit qeverisës Partisë Socialiste në mbështetje të politikave fiskale lehtësuese apo edhe me grante për këto industritë përpunuese. Për mua kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne tek zgjerojmë zinxhirin e vlerës, automatikisht krijojmë vende më të reja pune dhe po aq kemi edhe një mundësi për të kthyer në Shqipëri vende të reja pune për filipinezët, të cilët po bëhen komunitet në Shqipëri. Besoj për shërbimin këtë mund ta diskutoj, unë po flisja për industritë përpunuese, nuk po flisja për industrinë e shërbimit, patjetër dhe aty ka nevojë. Sepse shumica bizneseve nuk kanë punonjës dhe i rekrutojnë nga jashtë. Eksakt, por ka edhe një element. Ne tek shikojmë dhe prandaj po diskutojmë, tek shikojmë që ka vende pune të reja në Shqipëri, shikojmë që do duhet që të kemi edhe dëshirën për të punuar dhe kulturën e punës. Sot keni të drejtë, në pjesën e shërbimeve, po vinë të huaj në Shqipëri për të ofruar, për të marrë punë, për të ofruar punën e tyre në industrinë e shërbimit. Gjë që ne brenda vendit po e kemi të vështirë sepse njerëzit kërkojnë më shumë paga më të larta, por rritet po ndërkohë duhet të ndryshojmë pakës kulturën e punës, sepse tek shikojnë që kur shkon në Greqi, pagat shumë të ulta. Po nuk janë pagat shumë të ulta, të diskutosh që dikush që ofron pjesën e shërbimit ka një pagë që nis nga 70.000 deri në 100.000 lekë të reja, nuk është pagë e ulët. Të kesh 8 orë punë 70 deri në 100.000 lekë nuk është pagë e ulët. Është pagë relativisht e mirë, a duhet më mirë? Patjetër që po. Gjithmonë njeriu kërkon më shumë e më shumë. Unë mendoj që për pjesën e kushteve të punës dhe për pjesën se si do duhet ketë një marrëdhënie më të mirë të ata që drejtojnë apo zhvillojnë biznese dhe atyre që ofrojnë punën, patjetër aty do duhet ketë edhe diskutime të tjera për mënyrën se si duhet ketë kushte pune më të mira. Ndërkohë në anën tjetër mendoj një gjë. Ne sot në pjesën se si performon ekonomia shqiptare jemi në kushte shumë herë më të mira. Shumë herë më të mira. Kemi një borxh publik i cili është në 55%, kemi një rritje ekonomike që është mbi 4%, kemi një pjesë të deficitit. Po sa reflektohet gjithë kjo rritje e madhe në xhepat e qytetarëve? Absolutisht. Te kemi trefishimin e të ardhurave për frymë, kjo tregon që jemi duke ecur shumë mirë. Te kemi rritje të pagës minimale, te kemi rritje të pagës mesatare që ka kaluar. Dhe rritje të çmimeve. Patjetër dhe këto, po sado që të jetë rritje e çmimeve, duke patur një rritje të pagës që është 2.5 herë pagës mesatare apo të pagës minimale. Rritjen e çmimeve kaq vrullshëm. Çështja e rritjeve të çmimeve ka edhe një element. Për shembull, nuk gjen dot një artikull në Shqipëri që është më i lirë se në Kosovë. Po, ka një element tek rritja e çmimeve, ne duhet të mbajmë parasysh dhe faktin edhe të pandemisë si ndikojnë në ndryshimin e marrëdhënieve tregtare në botë. Për gjithë ato elementë të cilët apo kjo mund të ndikuar edhe për vende të tjera të rajonit, jo vetëm për ne. Po edhe në Kosovë, po të shikojmë rritje çmimeve nuk është e ndryshme nga Shqipëria. Çmimet janë pak a shumë e njëjta, nuk ka ndonjë ndryshim. Madje ne kemi disa produkte që kemi më të lira se sa vendet e rajonit. Po kemi të tjera që kemi më të larta. Përveç vajit të ullirit, unë bëja një monitorim të supermarketeve kryesore, nuk është se kishte një diferencë. Jo, ka edhe të tjera, por ka edhe një element tjetër që për mua është shumë e rëndësishme. Ne kemi një ndryshim të bilancit tregtar. Nëse më parë 2012 ne kishim 9-1, pra për çdo 9 produkte të importuara kishim 1 të eksportuar, sot jemi në kushte shumë më të mira, ne kemi për çdo 3 të importuara, kemi 1 të eksportuar, që do të thotë gjithmonë më shumë ekonomia shqiptare po performon mirë dhe po rrisi edhe dhe përmirëson bilancin tregtar. Ndërkohë në anën tjetër, kjo është shumë e rëndësishme edhe për një element tjetër. Unë mendoj që partneriteti që duhet kemi me biznesin dhe po aq financimi dhe mbështetja e laboratorëve të biznesit dhe po aq edhe të startupeve do na ndihmojë që ne të jemi konkurrues në atë që duam të jemi nesër në tregun e përbashkët në kuadër edhe të integrimit. E them këtë se detyra e një qeverie është të orientojë biznesin apo ata që duan të investojnë në biznes drejt atyre produkteve apo tregje të cilët shërbejnë si katalizator për rritjen e ekonomisë, por që kanë edhe avantazhin konkurrues. Dhe për këtë gjë besoj që partneriteti na ndihmon shumë duke mbështetur me trefishim të fondeve për laboratorët e biznesit apo edhe të startupeve
që kjo të na bëjë që të jemi konkurrues në tregun evropian. Dhe për këtë gjë besoj që ne jemi në rrugën e duhur, por edhe duke patur certifikimin nga Bashkimi Evropian të gjitha arritjeve që kemi deri më sot, kjo na ndihmon që të marrim dhe atë mbështetje nëpërmjet fondeve apo granteve nga Bashkimi Evropian që ndihmojnë ekonominë shqiptare dhe në fund të ditës. Ti marrim edhe ti menaxhojmë mirë, se nëse i menaxhojmë siç menaxhuan do t'i pardit. Patjetër të menaxhojmë mirë dhe unë besoj që shkuan dhe bllokuan dhe ende nuk janë vendosur para drejtësisë personat përkatës që bën ato akte korruptive. Unë mendoj që edhe pjesa e një nga kryereformave, që është reforma në drejtësi, për të patur një drejtësi të pakapur, një drejtësi që të jetë supozohet ta kemi funksionale, jo supozohet ta kemi. Ne kemi punuar shumë fort për ta patur një drejtësi të cilat jetë. Po ne duhet ta parandalojmë, kemi institucione, një sër institucione që duhet ta parandalojmë përpara se të shkojmë tek SPAK-u. Duhet kemi patjetër, duhet kemi edhe një mbështetje të vazhdueshme për institucionet e reja të drejtësisë, siç e kemi patur e vazhdojmë ta kemi, por ndërkohë në anën tjetër edhe një bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera parandaluese, si kundër ju e thatë, për të mos vajtur deri tek institucionet ndëshkuese. Unë e kam thënë dhe vjoj ta them sa herë ju në insertin tuaj patët një moment kur unë kam patur një diskutim me institucionet e kontrollit të lartë të shtetit, kur kanë qenë në raportim në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave, kur kam diskutuar pikërisht mbi faktin institucionet e tjera do duhet të jenë parandaluese dhe bashkëpunuese për të arritur që ne të mos kemi te faza ndëshkim e më pas kosto për buxhetin apo edhe për qytetarët shqiptar. Kjo do duhet të jetë pikërisht, ne do të jemi në një tjetër nivel dhe shkallë të bashkëpunimit me institucionet, qoftë institucionet që raportojnë në parlament, qoftë parlamenti me institucionet e tjera, që në fund ne mos jemi tek ndëshkimi, po të jemi te parandalimi dhe tek mirë funksionimi i institucioneve dhe shpenzimet në mënyrë sa më eficiente dhe transparente, shpenzimet publike. Ku ndodh korrupsioni, zotja Gjylameti? Ju keni, le të themi, një ekspertizë të qartë të pikpamjeve ekonomike dhe në çfarë elementesh, kush e bën korrupsion në Shqipëri? Unë nuk besoj se korrupsioni bëhet nga institucion apo nga një tjetër dhe nuk besoj kurse si që korrupsioni ka ngjyra, as ka shtetësi. Korrupsioni është një plagë dhe është një fenomen i cili ndodh kudo në të gjithë vendet e botës, nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Ajo që ka ndorë një... Po kur bëhet elitar pastaj, nuk mendoj se është vetëm kapilar, që janë vetëm individ sporadik. Një forcë politike apo një qeveri është që ta luftoj korrupsionin. Dhe për këtë aspekt, ju e keni pasqyruar dhe në median tuaj që raportin e fundit të Grekos, që është një nga institucionet e Këshillit të Europës, në luftën kundër korrupsionit. Shqipëria renditet në 3-4 vendet e para për luftën ndaj korrupsionit. Institucionet e drejtësisë dhe po aq edhe institucionet e shtetit shqiptar janë duke punuar dhe duke u angazhuar fort për ta luftuar këtë fenomen. Ndërkohë në anën tjetër besoj që ajo që ne duhet të bëjmë është që të kemi dhe përmirësimet e legjislacionit fuqi, qoftë të prokurimit publik, po aq që thash pak më parë të bashkëpunimi që duhet të ketë kontrolli i lartë i shtetit me institucionet e shtetit shqiptar për të arritur që të kemi përmirësime ligjore që të mos ndodhi korrupsioni. Ne nuk duhet të kemi vetëm çështjen e ndëshkimit. Ndëshkimi patjetër është një formë për ta ndaluar dhe parandaluar, por ndërkohë duhet bashkëpunojmë që të mos ndodhi. Kështu që në këtë aspekt ne jemi duke punuar qoftë në ndryshimet të ligjit për prokurimin publik, qoftë në pjesën e kontrollit lartë shtetit se si duhet punoj për të patur një performancë më të mirë të shpenzimeve publike, sepse në këtë aspekt ne mund t'ja dalim edhe në luftën ndaj korrupsionit. Okej. Duke u kthyer tek pensionet, zotja Gjylameti, shumë pensionistë të cilët ndjekin retorikën e qeverisë shqiptare për rritjet e shumta që pretendon se i ka dhe flet për shifra, flet për jetën e mirë që po i ofron shqiptarëve, pensionistët sërish nuk është se po i premtohet një pension dinjitos për të shtyr ato vite që i kanë vetur. Shiko, çështja e pensioneve për mua ka qenë një çështje dhe është në prioritetet mia dhe personale për te pjesës si përfaqësuese e Partisë Socialiste. E them këtë se që në krye të herës kur është bërë reforma e parë e pensioneve në qeverisin Rama 1 në 2015, unë kam qenë një nga zërat kryesor të reformës dhe pashtu në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave. Fatmirësisht unë kam qenë për te fakti që profesioniste në fushën ekonomike, po edhe kam qenë e angazhuar në këtë çështje dhe e kuptoj fare qartë dhe ditë flasë çfarë ndryshimesh rrënjësore janë bërë nga 2015-a e këtej në atë reformë. Po në xhepat e qytetarëve ndryshimet rrënjësore janë në xhepa se çdo kush që ka dalë në pension pas 2015-s, flasim për ata që kanë vitet e plota të pensionit, e kupton vitet e plota të punës, e kupton që
ka në xhepat e tij shumë më tepër nga çka patur nëse do dilte para 2015-s. Po ka patur edhe çmime më të lira, kuptohet. Absolutisht, patjetër, por ndërkohë, po që se do dilte para 2015-s, ishte ai tavani që nuk të çonte për te 240.000 lekëshit si pensionist. Çfarë do lloj, sado vitet kishe, sado kontribut nuk shkoja më tutje. Ndërkohë, çfarë kemi? Kishte më të lira, kishte naftën më të lirë, kishte. Nuk ka lidhje me naftën një pensionist. Jemi të bindur që nuk ka lidhje me naftën një pensionist. Po ai do transportohet, do shkojë tek doktori, do shkojë tek shërbimi, do shkojë tek fëmijët. Sepse ka lidhje me ato aboneën që merr dhe fala sot, por nuk e ka. Vetëm ky nuk e ka. Çështja e pensionistëve nuk lidhet me naftën. Për mua ka lidhje me çmimet e shportës, mund të diskutojmë. Me gjitha janë të lidhura zinxhir ato, me njëra tjetrën. Te çmimet e shportës patjetër, te çmimet e barnave, te barnat e rimbursueshme mund të diskutojmë. Sepse edhe ai sigurisht edhe ai fermeri që i sjell nga fshati në qytet. Për fermerët ka produktet sigurisht që do i shesim më shtrenjtë se ndikon nafta. Për fermerët ka rimbursim të naftës që përdoret në bujqësi. Ka kohë tashmë, ata aplikojnë e kanë pa taksa, madje e kanë ata ju rimbursuar. Po flisja për transportin, jo për punimin e tokës. Pastaj, po ndërkohë, atëherë po themi për elemente të tjerë që lidhen me pensionin. Pse u thash çështjen e pensionit? Për mua është një çështje që duhet diskutuar, po duhet diskutuar pakës më gjerë. Ne dim fare mirë çfarë ka ndodhur. Jo vetëm diskutuar, por edhe zgjidhur. Patjetër, po prandaj po e them. Ne sot kemi një plagë që ende i ka pasionet. Kemi plagë të cilat për shkak të viteve të punës në të zezë, të shumë njerëzve që kanë punuar ndër vite dhe për shkak të mungesës së shtetit dhe mënyrës për të kontrolluar punën në të zezë, ne kemi një plagë që sot e kemi me pasoja edhe sot. Sepse po të shikojmë të gjithë ata që dalin sot në pension, problemi nuk e kanë tek pensioni ulët, e kanë tek pensioni pjesëshëm, që është pjesa më e madhe. Ta marrin pensionet të cilat e kanë jo për shkak të viteve të punës së plota, dhe marrin pension të plota. Kur dhe si mbyllet kjo plagë? Dhe ta mbyll, ja ta diskutoj këtë. Atëherë, duke patur dy elementë, 2015 ka qenë çështja e parë që ishte pjesa e heqjes tavanit, çështja e dytë ishte lidhje më e mirë ndërmjet kontributeve dhe përfitimit. Sot që flasim, ne jemi në kushte komplet të ndryshme nga 2015-a. Nëse 2015 ne kishim një skem pensioni i cili kishte një deficit shumë të madh, sot kemi një deficit më të ulur, do të thotë që kemi më shumë kontribues për përfitues dhe ndërkohë kemi edhe si fond në total më shumë për shkak të rritjes pagave, qoftë të pagës minimale, qoftë të pagës mesatare, por po ashtu dhe të pagave në sektorin publik. Buxheti i shtetit ofron më shumë para se në 2013? Jo, ka një element. Buxheti i shtetit sot ofron më shumë për shkak të numrit më të madh të pensionistëve, por ndërkohë si deficit është më pak për shkak sepse kemi një skemë e cila është më performuese. Ndërkohë në anën tjetër, e thash këtë për disa elementë. Lidhet me situatën ekonomike, e cila është shumë herë më e mirë nga çka që në 2015, edhe skema është më performuese, ndërkohë ka edhe një element tjetër. Nëse ka diçka që duhet diskutuar sot është fakti që nëse kemi rritje ekonomike, e cila bën të kemi të ardhura më të larta, pra trefishim të ardhurave, përfërim, që kemi edhe në 2.5 herë rritje të produktit brendshëm bruto, të pagave mesatare, të pagës minimale, të pagës në sektorin publik, në disa sektor publik. Të gjitha këto shikojnë që gjithkush ka përfituar nga kjo rritje ekonomike, përveç pjesës së pensionistëve. Për këtë gjë, ajo një mënyrë ka qenë ai bonusi i fundvitit, që nëse më përpara ishte rastësore sipas dëshirës së fundvitit të qeverisë, tashmë është ligj, është rritur bonusi. Do vijojë, sepse është në ligj. Është në ligj. Ajo është në ligj, nuk ka lidhje me zgjedhjet, ajo është në ligj në fundvitit. Ajo gjë tjetër që kemi parë dhe kemi vendosur për te pjesës së skemës së re të pensioneve, për reformimit të përsërit të skemës pensioneve, ka një element tjetër që për mua është shumë pozitiv dhe që është një lajm shumë i mirë. Lidhja e rritjes ekonomike me përfitimin që duhet të ketë pensionistët. Si shkon te rritja e tyre? Ju kemi parë që bonusi pranverës... Pra ta bëjmë më të thjeshtë. Më të thjeshtë është pikërisht kjo. Pensionistët në xhepat e tyre sa më shumë para do kenë. Bonusi pranverës lidhet pikërisht me këtë. Do të thotë. Për te i bonuseve. Po jo, pse thash këtë gjë? Në bonusi pranverë lidhen pikërisht me këtë, që ishte kontributi i rritjes ekonomike për pensionistët. Pra çfarë përfitojnë ekonomistët? Më falni, pensionistët nga kjo tabela e qeverisë se jemi rritur apo jo, inshallah rritemi ose. Që do të thotë, pse e them këtë? Kjo ishte një lajm shumë i mirë sepse krijohet një fond që merret kontributi nga kjo rritje ekonomike tek përfitojnë të gjithë. Fondi është i vazhdueshëm? Është i vazhdueshëm dhe do të jetë pjesë e skemës së re të pensioneve, që do të thotë kur fillon skema e re e pensioneve? Ka kohë tashmë që është ngritur një grup pune që po diskuton për skemën e re të pensioneve, pra reformimin e pensioneve. Ju e dëgjuat nga kryeministri për çështjen e pensionit minimal 200, edhe pensionit mesatar 400,
Por ajo që duhet është një detajim më i madh kur neve ta kemi gati do ta shikojmë. Kur mendoni se mund të jetë gati? Si datë nuk di të ta them me datë konkrete, se do më duhet të thosha një gjë të Mos duhen vite? Jo, nuk duhet vite, do të kemi një skem të re të pensioneve, por kur flitet për skem nuk është diçka që është me të kërcitur. Prandaj tash sot ekonomia shqiptare është në kushte shumë të mira. Sot kemi një rritje ekonomike shumë të mirë. Mendoni se ka qenë dështuar skema e shkuar përderisa po shkohet në një skemë e re? Jo, jemi në kushte më të mira. Por çfarë kishim ishte skema më e mirë, sepse ne ishim në një kolaps në skemën e pensioneve. Sot jemi në kushte më të mira se kemi rritje ekonomike, kemi paga më të larta, kemi më shumë punësi. Do bëhet jeta më e jetueshme pensionistëve? Patjetër që po. Dhe për këtë po, patjetër po. E thash, unë e kam si një nga prioritetet e mia personale për te dhe si përfaqësuese e Partisë Socialiste dhe e mendoj të tillë për sa kohë kemi një ulje të borxhit publik, kemi rritje ekonomike, sektorët e ekonomisë po performojnë shumë mirë. Do loboni për këtë gjë, zënë Gjulameti, për te bindjeve që mund të ketë partia juaj? Patjetër që po, dhe këtë e kam angazhimin tim personal. Unë kam 3 pika për të cilat i kam në merakqet e mia. Cilat janë këto beteja? Betejat e mia personale ka qenë e para për pjesën e mbështetjes të gjitha zonjave që kanë fëmijë me aftësi të veçanta. Dhe ju e keni dëgjuar nga kryeministri që do të ketë një dyfishim të pagesës së shoqërimit për tyre. Unë do të shkoj dhe më tutje, kam patur merak, do vazhdoj ta kem në mënyrë të posaçme për zonjat që kanë fëmijët të spektrit autik. Unë kam vite tashmë që diskutoj me të, kim patur ndryshime në pagesën e kujdestarisë të tyre, do jemi në ato dyfishimin e tyre, do duhet ta çojmë dhe më tutje për të arritur që të kenë një mbështetje më të mirë. Një zonjë apo një nën e cila ka fëmijët me nevoja të veçanta, nuk e ka vetëm për sot diskutimin, e ka edhe për nesër. Jo për të patur një jetë dinjitoze për fëmijën sot, sepse ta marrin kem, pra marrin pagesa, fëmija merr dhe nëna si shoqëruese, po do të jetë edhe për nesër për çështjen e pensionit. Sot ne e kemi në program, do duhet ta kemi dhe më shumë. Nëse diskutojmë që i pagohet sigurimet shoqërore për nënat që janë me 2 apo 3 fëmijë, do duhet ta shikojmë edhe për zonjat të cilat kanë fëmijë me nevoja të veçanta, sepse unë besoj që Partia Socialiste në themelet e saj ka drejtësinë sociale. Sot ne kemi kushtet ekonomike që të kemi politika sociale të jenë në funksion të këtyre zonjave. Ndërkohë kam dhe çështjet e familjes janë pjesë e programit ekonomik të Partisë Socialiste, familjet e reja. Unë jam edhe në njësi që e kemi atë lagjen e 5 majit, po për te e kemi dhe pjesën. Sot shikojmë që gjithmonë më shumë më largë është dita kur të rinjt krijojnë familje. Dhe më largë se të blenë një shtëpi, se të blesh një shtëpi në kryeqytet ose në një zonë tjetër duhen vite të tëra kredi dhe nuk dihet nëse jeton një gjallë për ta paguar apo jo. Eksakt. Ne kemi disa momente, kemi qoftë bonusin e qeras që është sot, është pjesë e programit të bashkive me mbështetje të qeverisë shqiptare. Jemi në kredite buta, sot do zgjerojmë ofertën për kredite buta apo dhe për grantet për gjithë familjet e reja apo familjet me ndihmë ekonomike me të ardhurat të ulta. Unë mendoj që pikërisht në themelet tona është kjo drejtësi sociale, do duhet merremi, ndërkohë pika e tretë për mua është pjesa e zonjave. Mbështetja dhe fuqizimi ekonomik i gruas, pjesa e mbështetjes të bizneseve për gratë, për ato që quhet edhe buxhetimi gjinor, duhet të shkojmë më tutje, sepse mendoj që në momentet që ne fuqizojmë një grua, kemi fuqizuar një familje të tërë. Oke, do kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të vijuar bisedën me zonjën Gjulameti. Jemi rikthyer në studio, jam me zonjën Gjulameti, ku jemi duke folur lidhur me fushatën elektorale të Partisë Socialiste dhe sfidën e saj për 11 maj. Zonjë Gjulameti, po ju shihja dhe mungon flamuri i Partisë Socialiste, vetëm Shqipëria 2030, pesa, ndërkohë që edhe fushata elektorale e Partisë Socialiste është përqendruar tek simbolikat e reja dhe jo tek flamuri i Partisë Socialiste. Çfarë ka ndodhur? Shiko, sfida për 11 maj nuk lidhet vetëm me pjesën e Partisë Socialiste. Unë mendoj që është një sfidë e cila lidhet me Shqipërinë. Lidhet me atë çfarë ne presim të gjithë. Pse janë zhdukur flamujt e Partisë Socialiste? Shohim vetëm të Bashkimit Evropian, shohim të flamurin kuqezi që është shumë i bukur, por atë të Partisë Socialiste nuk e shohim. Unë mendoj që në 11 maj do votohet përtej ngjyrimeve politike. Do votohet për atë çfarë na bashkon të tërëve. Vlerat europiane për të arritur që të përshpejtojmë proceset integruese. Jemi në ca momente shumë të rëndësishme në procesin e integrimit. Kemi hapur disa grup kapituj, presim të hapim dhe të tjerë deri në fund të këtij viti, presim në datën 15 dhe 16 maj mbledhjen e Komitetit Politik të Bashkimit Evropian,
do të kemi hartuar dhe po aq kemi miratuar së bashku me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian të gjithë programin e punës për çeljen dhe diskutimin, negocimin e grup kapitujve dhe po aq datën e caktuar në 2027 të mbylljes së negociatave, që besoj unë pikërisht shkon përtej ngjyrimit politik. Unë besoj një element qoftë edhe si përfaqësuese e Parlamentit Shqiptar apo e delegacionit shqiptar, drejtuese delegacionit shqiptar në Këshillin e Europës, po aq edhe në një detyrë të rëndësishme si nënkryetaria e Asamblesë Parlamentare e Këshillit të Europës, që ne kemi një certifikim të gjitha reformave nga Bashkimi Evropian për çfarë kemi bërë. Dhe kjo na jep të gjithë besimin për të kuptuar që jemi në rrugën e duhur, do të vijojmë të proces integrues dhe data 11 është një datë uskryqi. A ecim më shpejt apo do kthehemi dhe do vonojmë? Është momenti të cilën e duhet ta kapim kur thuhet Po si është mundur zonja Gjyla Meti që vetëm Partia Socialiste mundet ta fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe jo një forcë politike, vetëm Edi Rama? Mjafton do të dëgjojmë diskursin politik të kundërshtarëve apo të opozitarëve. Janë edhe 10 kandidatë të tjerë veç zoti Rama. 10 subjekte politike, patjetër. Po mjafton t'i marrim, po doni mund t'i analizojmë një për një. Patjetër. Kemi një që në mëngjes sot skap, në darkë thot spak, dhe thot sa të vi në pushtet institucionin e parë që do të shkri është spaku. Ndërkohë që zoti Lapa dhe zoti Shabani nuk e thonë të gjë, zoti Shabani ka dërguar një sër dosjesh në prokurorin e posaçme. Për sa kohë një nga kryereformat dhe reforma që është certifikuar dhe mbështetur më shumë, por që jep edhe të themi një nga dritat jeshile që merret nga Bashkimi Evropian, është reforma në drejtësi dhe po aq pjesa e funksionimit të institucioneve të reja të drejtësisë në luftën ndaj korrupsionit, në ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe po aq fuqizimin e shtetit ligjor, ai thot, unë do të vi dhe ta shkatroj. Okej, Partia Demokratike ka këtë gjë, po pse nuk mund ta bëjnë partitë e reja këtë gjë? Partitë e reja që thonë që sapo të përfundoj, po që se do ngelet Partia Socialiste për mandatin tonë, do ta çojmë vendin në zgjedhjet parakoshme dhe kjo e përshpejton procesin? Absolutisht jo. Ndërkohë po ti shikojmë janë parti. Qofse ajo i bën mirë shëndetit demokracisë së vendit, pse mos e bëjnë? Çfarë demokracie të vendit që të çosh vendin në zgjedhjet parakoshme dhe ndërkohë të vonosh procesin? Ne kemi humbur disa herë shansin për të patur negociat për hapjen çelje, marrjen e statusit dhe më pas çeljen e negociat. Trenin e historisë ta zoti Rama. Eksaktësisht, kemi humbur. Po ne që kemi tren fare, pakën kemi këtë historisë. Jo, ne kemi humbur disa herë. Mjafton shikojmë qoftë 96, qoftë momente të tjera. Edhe disa herë për fajt të Partisë Socialiste që bëi bllokada, apo jo? Disa herë që të thotë ne jemi në një moment ku yjet e Bashkimit Evropian janë bërë bashkë për të mirëpritur Shqipërinë. Vetëm shqiptarët nuk janë bërë bashkë partitë politike për këtë sfidë. E kemi patur disa herë këtë debat së bashku, edhe për pjesën se si duhet të ndërtojmë murat e komunikimit, e si e kemi shtrirë dorën e bashkëpunimit me partitë e tjera për çështje që janë të interesit kombëtar. Nuk ka ndodhur. Ne kemi parë një parti demokratike e cila ka qenë në disa pjesë me problemet saj të brendshme, me problemet saj me ligjin e shumë element, të cilët e kanë vonuar këto urat e bashkëpunimit për çështjet e interesit kombëtar. Pastaj u thatë një nga element, ka të tjera akoma, me kë do duhet të bashkëpunojmë për të arritur që mjafton të shikojmë ofertën e tyre për të kuptuar që nuk duan të jenë mbështetës apo përshpejtues të procesit integrues. Okej, por ndërkohë që Partia Socialiste ofron pasaportën europiane, që është 2030, mandatin e ka deri në 2029, kështu që duket edhe një lloj mungese sinqeriteti në këtë drejtim. Jo, absolutisht nuk ka lidhje me mungesën e sinqeritetit, por ka lidhje me atë që është vizioni dhe ka lidhje edhe me të gjithë etapat. Që do të thotë, nëse diskutojmë që brenda, dhe ky është një program i cili plan pune, i cili është hartuar në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, për pjesën e themi që çelim të gjithë grup kapitujt brenda 2025-s, negociojmë grup kapitujt dhe i mbyllim brenda 2027-s, më pas është periudha që i duhet të gjithë vendeve për të mirëpritur, do të thonë tek merr statusin e antarit, pastaj do duhet ratifikimi në çdo vend përkatës që të arrijmë të bëhemi antar me të drejta të plota, që do të thotë lidhet edhe me afatet që nuk varen nga Shqipëria, po varen nga antarët e tjerë. Ndërkohë, sot më duhet ta them, ju a thash unë cilësinë e dikush që e përfaqësoj sot delegacionin shqiptar, ne jemi në kushte ku Shqipëria sot në arenën ndërkombëtare është në momentin e saj më të mirë që për këtë aspekt një vot në datën 11 maj
është një votë që nuk lidhet vetëm me një subjekt politik, po lidhet me atë që është ardhmja e shqiptarëve. Dhe ne na duhet ky moment, pra treni i historisë, do duhet të jetë në funksion jo të një partie, por në funksion të Shqipërisë. Teksa flasim për Europën, zëri Gjulameti, qytetarët na ndjekin, por a kemi ne një fushatë elektorale europiane? Ju duket ajo që përdoret një retorikë europiane me bufa, me këneta, me çyryk, me lloj-lloj specish që dalin nga nëndheu dhe sillen në një fushatë elektorale? Unë besoj që figurat e caktuara të përdorura nga njëri apo nga tjetri nga liderat janë mënyra simbolike për atë që çyryk nuk është simbolike se në simbolikën e asaj që ndodh në pjesën e personave që mbështesin apo nuk mbështesin. Megjithatë, unë mendoj që fushata europiane lidhet me ato që janë idet, me ato që është programi, lidhet me ato çfarë ofron Partia Socialiste, lidhet me... Po edhe retorika, ka një lloj... Me besimin që ne Partia Socialiste pretendon që është progresiste dhe sigurisht mund sillte një frymë të re të bërit fushatë elektorale. Me besimin që ne kemi krijuar të qytetarët për shkak të arritjeve që kemi patur, për shkak të llogaritave, sepse ndryshe nga partitë e tjera, Partia Socialiste drejtohet qytetarëve me një bilanc arritjesh, ndryshe nga ata që duhet të krijojnë besimin të alternativave të tyre. Një bilanc arritjesh dhe një bilanc të goxhat të rënd me institucionet e reja të drejtësisë, me zyrtarë të saj që kanë shkuar për kumbulla dhe dardha. Ka një element që nëse do të shikonit një mburojë politike nga ana e Partisë Socialiste, sikur ka ndodhur nga ana e Partisë Demokratike. Ne kemi parë atë ndaj zotit Veliaj. Atëherë do të thotë që do kishte një mungesë të përgjegjshmërisë dhe të cënim të institucioneve të drejtësisë. Ndaj zotit Veliaj për disa javë vazhdoi në mënyrë shumë të fortë. Ka një element për sa i përket drejtësisë, ne kemi mbështetur që në ditën e parë vazhdojmë ta mbështesim pa kusht fare institucionet e drejtësisë, sepse unë jam e bindur që institucionet e drejtësisë, pavarësisht se çfarë hezitimi mund të kemi apo dhe rezervash mund të kemi, janë duke bërë punën e tyre dhe janë në funksionin e tyre pavarësisht mbrojtjes politike. Më pas, për kolegë të mit, unë për çfarë më takon, ja uroj me zemër që dalin në drejtën e tyre dhe në atë çfarë është e drejta e tyre, sepse besoj përsa kohë kanë patur për krah, janë njerëz të cilët kanë patur kontribute të veçanta si kolegë të mit apo dhe si miq të mit. Kështu që ka një dallim shumë të qartë ndërmjet asaj që bëhet nga pala përballë. Atëherë ju e mbani mend fare mirë që ishin arrest shtëpie dhe as nuk ishin të shkarkuar, po vazhdonin të firmosnin. Ndërkohë ne kemi bërë komplet të kundërtën, gjithsecili prej nesh në momentin që është një person publik, angazhohet në institucione apo në drejtim apo me përgjegjësi politike dhe publike të caktuar institucionale, do duhet të përballet me drejtsinë dhe me institucionet e drejtësisë pa pjesën e mburojës politike. Zëri Gjulameti, mungon roli i zotit Veliaj në fushatën e Tiranës, drejtuesit politik të Partisë Socialiste, përpara se të përballet me drejtsinë? Atëherë, unë besoj që gjithkush që ka qenë dhe është pjesë... I mungon kësaj fushate? Unë besoj që secili prej nesh ai ka kontribut në fushatat e Partisë Socialiste dhe në mënyrë të posaçme në Tiranë, një kontribut të shquar dhe një kontribut të veçantë. Besoj që një element për cilët do duhet folur, Partia Socialiste është një ekip. Mjafton të shikoni mënyrën se si është ndërtuar ekipi i Tiranës për të kuptuar që ajo që dallon Partinë Socialiste nga çdo parti tjetër është që ne jemi një ekip i cili është i shtrirë në mënyrë kapilare në çdo qendër votimi në Tiranë apo kudo në të gjithë Shqipërinë. Dhe ekipi i Partisë Socialiste vazhdon dhe punon me të njëjtin intensitet. Dhe për këtë gjë besoj që ne në Tiranë do vijojmë t'i marrim e do t'jemi në nivelin e asaj çfarë kemi si objektiv për të arritur të kemi ato, synojmë 20 mandatet. Do reflektohet në rezultatin e Partisë Socialiste mungesa e zotit Veliaj? Unë mendoj që puna që ka bërë zoti Veliaj është një punë e cila është konkrete, shikohet. Mjafton të shikosh në çerdhe, kopshte, shkolla, në infrastrukturë, në ndërtime dhe të gjithë ekipit bashkisë. Por mungesa e tij në terren. Po besoj që duke qenë se janë të gjithë aty, mendoj që ne do t'ja dalim që edhe atë mungesë që mund të jetë lënë në ekipin e Partisë Socialiste të plotësohet nga të gjithë të tjerët. Ekipi i Partisë Socialiste në Tiranë ka një lloj larmishmërie të profesioneve, të grup moshave, të njerëzve me eksperiencë të gjatë në politikë apo me të rinj fare në politikë, njerëz personalitete në fushat e tyre, gjë për të cilën besoj që do të ketë gjithkush mundësinë të zgjedhë atë që mund ta përfaqësojë më mirë. Zoti Gjulameti, ka tensione mes kandidatëve socialistë në garën për Tiranën, për qarkun e Tiranës?
me sa duket koha të cilën unë dedikoj qoftë takimeve individuale, qoftë pjesën e dëgjesave publike apo nuk më lë të kuptoj nëse ka tension. Ne jemi duke punuar secili në zonën e tij, për te zonës edhe ku të kemi kontakte, njohje apo njerëz të cilët mund na mbështesin, për të cilën unë nuk arrit të kuptoj tensionin. Është garë, patjetër, dhe si garë nuk ka garë të lehtë. Ka gjithmonë garë, ka sfid me vetveten, ka sfid me kolegët, ka sfid edhe me ata të cilët janë kundërshtarët tanë, ka zona të cilët mund të kenë kundërshtar të fortë, po unë besoj që sfida më e madhe që kemi ne nuk është pjesa e tensionit, sfida është me vetveten. Të jesh 3 mandate në drejtimin e vendit, qoftë në pjesën e pushtetit qendror, po ashtu edhe në pushtetin lokal, që ne kemi nga 2015 e këtej, të bën të kesh një përgjegjësi shumë madhe mbi supe. Dhe sfidën e kemi me vetveten. Duhet të jesh çdo mandat më mirë se mandatin paraardhës. Dhe natyrshëm pritshmëria e njerëzve gjithmonë më shumë është e lartë, kështu që sfidën e kemi me vetveten për të qenë shumë më të mirë. Qoftë në pjesën çfarë kemi bër, po qoftë në pjesën e asaj angazhime që marrim për çfarë njerëzit presin. Dhe sot presin shumë më tepër dhe presin nga Partia Socialiste. Zë Gjulameti, ju jeni politikane me përvojë, cili është kalkulimi që i bëni, le të themi, një lloj projeksioni për rezultatin e 11 majit? Unë besoj që do të jemi më shumë mandate se që kemi qenë në 2021. Dhe këtë nuk e kam si lloj. Keni një projekcion tuajën për te i sondazheve të brendshme që mund të ketë Partia Socialiste? Unë e shikoj nga kontaktet që kam me qytetarët. Nga terreni. Kjo është sondazh real tek njerëzit që takonin. Nga terreni, se tek shtrëngon një dorë, që është një lloj kontrate morale që ti ke me ata qytetarët që të mbështesin me votë, është një dorë që të shtrëngohet për gëzimi për çfarë ke bër, besimi për çfarë ke bër dhe po aq pjesën e mbështetjes për çfarë do të bësh. Kështu që tek shikojnë tek mua personalisht, por po ashtu edhe tek kandidatët e tjerë të Partisë Socialiste, kjo më bën shpresë plot për të kuptuar që do të kemi mbështetje masive dhe do të kemi përgjegjësi edhe më të shtuar për mandatin e 4. Gjithsesi ju nuk e bët një lloj kalkulimi të mandateve. Tash janë më shumë mandate se 2021. Sa janë? Ne kemi qenë në 24 ne kemi qenë 74 mandate në 2021, besoj që do jemi mbi 74 mandate. Sa nuk di të ta them se do më duhet të bëj një projeksion dhe të qarqeve të tjera, gjë të cilën informacion nuk e kam. Nga kolegët e mi tregon që ka mbështetje më të madhe se sa 2021, por gjithsesi nuk jam më në atë detyrën që kam patur para 2 vitesh. Para 2 vitesh kam qenë sekretare e koordinimit elektoral, merresha edhe me projeksionin e qarqeve. Sot nuk kam, sepse e thash, paralelisht duhet merr me 2 gjëra, me fushatën e zonës dhe po ashtu me fushatën personale, kështu që nuk arrit dot të shoh dhe më tutje. Zoti Rama tha se pasardhësia e tij mund të jetë një grua. Ju vetë besoni këtë gjë, zonja Gjulameti? Patjetër që po, mund të jetë fare mirë, pse mos jetë. Sot gratë në politik kanë një rol shumë të rëndësishëm. Nuk mendoj kurse si dikur që të kishim zonja ministre që të drejtonin dikastere nga më të rëndësishmet, po ashtu të kishim zëvendës kryeministre grua, kryetare parlamenti grua. Sot gratë kanë një rol shumë të rëndësishëm, por jo vetëm, në të gjitha institucionet, në nivelet e dyta edhe të treta të administratës publike, dhe po aq, po të shikojmë edhe në parlamentin shqiptar, gratë kemi nga më të angazhuarat. Po për te pjesës numrave, unë mendoj që gratë kemi edhe në një nivel cilësor shumë të lartë. Dhe pse jo, pse nuk duhet të ketë. Te kemi, vërtet politika është domeni i burrave, por sot janë kushtet shumë ndryshe. Pse jo, pse mos ketë. Dhe besoj që tek e tha, e thot dikush që ka qenë një nga mbështetësit më të mëdhenj të grave në politikë. Edhe është lideri i Partisë Socialiste. Unë e di fare mirë se jam një prej atyre, e mbaj mend veten time në kryet herës kur jam mbështetur. Kur erdhe në Partinë Socialiste? Patjetër, kam patur një mbështetje shumë të madhe dhe nuk e ka vetëm për gratë, e ka për gjithë të rinjtë e trejat, dhe nuk flas për nga mosha, flas për ata që janë edhe në personalitete në fushën e tyre, por që ju jepet një mundësi, nëse ka një element që e karakterizon zotin Rama, kryetarin e partisë, është pikërisht dhe një mundësi. Kur erdhët ju kolege kishit zonjën Arta Dade, ndërkohë që... Po, patjetër zonjën Arta Dade, kam patur zonjën Mimi Kodeli, ndërkohë në këto zgjedhje nuk dihet se do keni kolege, se i shikojmë në TikTok dhe në Instagram disa nga kandidatet që janë shumë të ndryshme nga zonja Arta Dade. Zonja të cilat i kanë thyer disa tabu, zonja të nderuar të cilat kanë thyer tabu dhe kanë shtruar rrugën për ne më të rejat. Po, nga i moment e këtej, numri grave në politik dhe po aq cilësia grave në politik ka vazhduar të rritet
prioritetet dhe rolet që kanë marrë janë rolet të cilat janë shumë të rëndësishme dhe pa aq kanë çuar përpara reforma shumë të rëndësishme. Kështu që unë jam e bindur që nuk ka gjë që për një grua sot është tabu më, sepse nuk mund të jetë nesër pas nesër. Zotja Gjula Medi, duke qenë se jemi drejt fundit, ka një shqetësim real sa i takon përdorimit të administratës në fushat elektorale. Ju vetë si kandidate, nisur edhe nga duke qenë se jeni në listë të hapur, keni ndjerë një lloj përsie nga kolegët tuaj që mund të përdorin administratën në këtë fushat elektorale? Nuk di të them në përdorim të administratës publike, unë di që fushatën time personalisht e bëj me ekipe të cilët kanë qenë Partia Socialiste, parat edhe kur kemi qenë në opozit, unë kam 3 burra graj që janë bashkuar ekipit tim, pjesë disa mund të jenë nga ata që mund të jenë në administratë publike, po që ligjërisht i lejohet, ka të tjerë që nuk janë sektor privat. Unë kam shumë madje prej ekipit që nuk janë fare në administratë publike, shumë pak janë që mund të jenë në administratë, që punojnë një lloj sikur të jenë kudo. Kështu që unë nuk besoj që lidhet me administratën, unë lidhet me ato çfarë njerëzit besojnë. Dhe përdorimi i administratës për mua ka elemente të cilët nuk janë të vërtet, është më shumë e fryrë kjo gjë se sa në të vërtet. Besoj që çështja e të krijuarit, të ngriturit të këtyre shqetësime lidhet më shumë me alibin e humbjes. E shoh kur diskutoj edhe me kolegë të tjerë. Po të se ngre vetëm opozita, ngre edhe raportet që më bën OSBE-ODIR. Unë i kam lexuar raportet OSBE-ODIR. Cilat kanë qenë zgjedhjet më të le të themi më të rregullta nga 2013 deri sot? Vazhdojnë të jenë gjithmonë më të mira zgjedhjet. Për shkak të detyrave që kanë pasur. Si ka mundësi që s'ka një palë zgjedhje ku ata të mos kenë shqetësime reale? Gjithmonë më të mira janë. Zgjedhjet janë gjithmonë me standarde më të mira. Po të shikosh raporti nga raporti, janë gjithmonë standarde më të mira të standardeve që duhet të përmbushin si pjesëtar të si do të them konkretisht, si shtete të cilat do duhet të integrohen në Bashkimin Evropian. Standardet e zgjedhjeve gjithmonë janë në përmirësim. Kështu që nuk besoj se ka lidhje me përdorimin e administratës publike. Ajo gjë që më shqetëson është krijimi i alibisë së humbjes gjithmonë. Pak më herët kisha zotin Tomor Alizoti i ulur në karrigën ku jeni ulur juve dhe tha që prezenca e bandave në terren janë duke terrorizuar qytetarët për të votuar për Partinë Socialiste në 11 maj. Ka nga këto shqetësimesh? Tek ju kanë ardhur? Unë kam vetëm një sugjerim për gjithë kolegët e mi apo dhe kandidatët për deputet. Detyrimi që ne kemi ligjor për të referuar në institucionet e drejtësisë, çfarëdo lloj intimidimi apo elementi kriminal që mund të vëresh, është një detyrim të cilën e kemi të gjithë. Dhe diskutimi në një studio televizive nuk ta heq të lloj detyrimi, absolutisht, do duhet që t'i drejtojmë institucioneve të drejtësisë. Prandaj kemi punuar për të patur një drejtësi të pavarur, pavarësisht ndryshimeve politike. Institucionet e drejtësisë janë aty dhe presin që të bëhen referimet përkatëse. Nëse dikush ka probleme, shqetësime, do duhet t'i drejtohet institucioneve. Zotja Gjula Medi, diçka të fundit, një mesazh të fundit që doni t'ia përcjellni qytetarëve? Data 11 është një datë shumë e rëndësishme dhe ne vendosim kush do drejtojë vendin për 4 vite të ardhshme. Unë besoj që do duhet të votojmë për veten tonë, për të ardhmen tonë, për të ardhmen europiane. Ju falenderoj shumë për intervistën dhe ju uroj shumë suksese në fushatën tuaj elektorale. Kënaqësi. Faleminderit ju për ftesën, është kënaqësi gjithmonë. Nderuar shikues, kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio.